tek receta tjetër. Sallatën? Do ta gatuajmë pak më vonë krepat për t'i pjekur. Sallata me patate dhe me mishpule. Okej. Tek tasi vendos salcën. Shtoj vajin. Edhe kripën. Atëherë, shtojmë plurin pjekës brenda. Dhe e trazoj me luk vetëm. Marr një thelpi hudhër. Plurin pjekës tek krepat, ë? Pakos fare piper. Dhe i trazojmë. Salca bazë për sallatën, ë? Ndërkohë ne përbërësit do t'i tregojmë avash me radhë për t'i përfunduar dhe për t'i treguar më pas edhe në tryezën tonë bashkë me krepat. Ja ku e keni sallatën e ftohtë me patate dhe me mishpule. Në total ju duhen 3 patate mesatare, 250 gram fileto pule, 2 lug vaj ulliri, 1 kastravec, 1 qep e njom, 1 dorë majdanoz i freskët, 1 dorë koper, krip dhe piper i zi. Tani salca që Albana sapo e përgatiti, salca marinuese jeshile, 1 dorë spinaq ose rukola, 1 thelpi hudhër, 2 ose 3 lug vaj, 2 lug kos i trash, lëngu i 1 limoni dhe pak krip për të rregulluar shijen. E nisëm nga salca, duke qenë se do përzihet, do shtohen aromat. Patatet nishin janë të paragatuara. E kosit. E lëm këtu, se? Marë. Ne nga jeshilloqet kemi zgjedhur spinaqin. Që të kem shijen e duhur. Në një tas, largoj pak. Ja, tu e kemi. Fileto pule. Gjë që i kam ka urdisur në fillim, shumë pak, dhe më pas në zjerje. Nuk i kam shtuar. Pra në kubik, ka urdiseni dhe zjeheni. Tu, le të marr një mas qumshi. Për ta ndihmuar. I shton shije. Nuk më lë në balt. Po. Bët salsa e duhur. Pra kur ta lexoni tek receta salsa jeshile është pikërisht kjo. Sepse janë pak prizat, edhe pak. Pra spinaqi, erzat, kosa apo salsa dhe ja një përzierje bashkë të gjitha. Është kjo salca e duhur. Marrë një letër që pak duart. Përgatisim perimet tani, qepët. Gjithmonë kombinohen shumë mirë edhe me salcën e bardhë dhe me spinaqin, qepët e njoma. Dhe Albana që ka kombinuar syzet me thikën, e me tenxherën, e me tiganin. Në faktikisht, kur shkoj të bëj syzet e reja, po, pa tjetër mundohem që t'i kem moderne. Të kombinuara me gjërat e kuzhinës e këto. Shtoj qepën e njom. Marr. Sepse kam vetëm për një mas.
kavecat. Nuk do vendos më tepër se aq sa ka masë. Në varësi të masave të tjera. Që rëndësikar formula edhe rruga që ndriqit. Koper. Niki dressing vendose? Po. Ja, urdhëro. Marë. Tani një sekundë. Tani dressingun do e shtojmë këtu tek... Po, një përzierje shumë e mirë, derisa të bedon patatet, pakës fare limon. Pakës fare limon, është opsionale. Shifeni qarë ngjyre dhe trajte që ka marrë. Tani po ja shtojmë të gjithë sipërfaqes dhe do t'i përzjejmë bashkë që të marrin shijen. Faktikisht, patate... Duhet në i lukë për më pas, apo ta hedh të gjithën këtu? Hidhe të gjithën. Këtu do të shtojmë dhe patatet, po në kubik, gradualisht. Se kam betur dhe pak në këto kapakët dhe... Ja, këtu... Normalisht, është një salat e ftohtë. I largoj të gjitha. Ups. E shishme dhe e shëndetshme. Proteinat i ka, elementet e tjerë po ashtu. Edhe kjo salat, nëse e doni për më pas, e ftohim në frigorifer. Kuftohet në pikset, mund të vendosin në forma, në çeker, në çfarë të doni ju, por rëndësi ka shija. Po. Ne lëm pak dhe e servirim më pas.